Kopraci dhe biri i tij. Tregohet për një njeri se kishte shkuar mysafir tek një shok i tij koprac. Kur mbërriti mysafiri, kopraci e thirri të birin edhe i tha: "O biri im, kemi një mysafir të ndershëm, të cilin e dua shumë. Shko dhe blej për ne gjysmë kilogrami mish, ndër më të mirin." Shkoi i biri dhe pas një kohe u kthye, mirë po duarthar. Prindi i thot: "Po ku e ke mishin?" I biri i përgjigjet: "Shkova te kasapi dhe i thash më jep mishin më të mirë që ke. Ai ma ktheu: do të jap mish ndër më të mirin, si të jetë gjalp." Mendova dhe i thash vetes: "Nëse është ashtu, pse nuk shkoja të blej gjalp në vend të mishit?" Dola dhe shkova në shitore dhe shitësit i thash: "Më jep gjalpin më të mirë që ke." Shitësi më tha: "Do të jap gjalpin më të mirë, si të jetë mjalt." Mendova dhe i thash vetes: "Nëse është ashtu, më mirë do të blej mjalt." Shkova te shitësi i mjaltit dhe i thash: "Më jep mjaltin më të mirë që ke." Shitësi më tha: "Do të jap mjaltin më të mirë që kam, është si uji i çiltër." Mendova dhe i thash vetes: "Nëse është ashtu, ne kemi ujë të çiltër në shtëpi." Kështu që u ktheva në shtëpi pa bler asgjë. Prindi i tha: "Po biri im, sa i mençur që je. Mirë po, të ka ikur një gjë. Këpucët e tua, duke ecur nga dyqani në dyqan, i ke dëmtuar dhe harxhuar rënd." Djali ja ktheu: "Jo, o babai im, i kisha të mbathura këpucët e mysafirit."